puna e tyre, ajo kuptoj se kuptoj, se do të them, shiko kështu mendoj unë. Se ka edhe disa gjëra që nuk i thua të gjitha. Sepse duhet edhe tjetri të thotë, shikoj, jeta shikojmë edhe një herë çfarë po bëhet këtu. E gjitha ajo që është shqetësuese, është që faktori opozitar nuk shikon ekranin, nuk shikon portale dhe faktori qeveritar shikoka. E kupton ku jemi? Pra, opozita ose pjesë e opozitës nuk na shikon fare ashtu siç duhet. Megjithatë, avokat, PD-ja mund ta bëjë më shumë, jo se ja mori votat PS-ja, por se ja morën partitë e reja, apo gabohem. Edhe çfarë po bëhet me LSI-n, me Partinë e Lirisë? Mund të them Partia e Lirisë mbaroi. U shkri, u zhduk. Partia e Lirisë ka mbaruar. Zoti Meta të lashët me drejtësinë e ka vetë. Nuk merret asnjëri, edhe sikur nesër t'japin dorëheqje 2 deputetë të vet, nuk ka fare lidhje. Zoti Meta ka mbaruar përfundimisht për politikën shqiptare. Avokat, më thuaj diçka për sa i përket garës për kandidatët pra vota preferenciale në Tiranë, por edhe në qarqet e tjera. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje? Jo, po pres të dalin rezultatet përfundimtare që të studioj shifrat që të flasim. Tani është e kot flas diçka se akoma nuk janë numëruar. Dalë vendimarrja e gjykatës shkallës parë që të bëjë atë përfundimin të rezultateve. Edhe pastaj them çfarë kam parë me votën parapërqyese. A ka vlerë lista e hapur apo e mbyllur këta që na thonin do bëj gara, hape gara dhe me zor ka marrë 1000 vota. Ja të shikojmë tani. Avokat, për ta mbyllur, jep një koment, çfarë do të premten në protestën e opozitës? Çfarë do bëj Sali Berisha? Sepse gjatë fushatës e pam që nuk ishte Berisha i dikurshëm, nuk kishte atë e dikurshëm. Tani mendoni që do i rikthehet tani, ndoshta atëherë ka dëgjuar Lacivitën, mund të i kthehet tani nga e premtja? Deri mund të ketë trazira, pra deri ku mund të shkojë? Përpara unë s'kam thënë asnjëherë popullit shqiptar të bëhet dele, të futet në burg, për edhe pastaj thot avokatët dhe familjes më nxjerrin nga burgu se partia i harron mrena qelive. E kam thënë disa herë këtë, e kam thënë për çdo parti politike. Për mendimin tim, po politikanët shqiptarë nuk din të frymëzojnë popullin, ti për shembull të them një gjë të keq që ka bërë Partia Demokratike si subjekt garues, dhe partitë e vogla. Po Partia Demokratike nuk ka dhënë një garanci tek administrata publike. Ka qenë arrogante. Pra, shiko Flamur Noko. Do vim do ju bëjmë kështu atë. Nuk don populli kështu gjërash. Po pse edhe unë s'di të jem në vrik, e unë s'di të ka përcej dhe filloj dhe i marr mbar gjitha, po nuk bëhet kështu. Se ti je politikan dhe ti tani të duhet që të bindesh edhe atë tjetrin, që edhe ai tjetri mos të thotë që nesër po më erdhi ky mua më griu, e kupton? Ky do më ngri mua parë në pushtet, jo kur të vim pushtet, më ka masakru. Del ai më nxjerr mua çan nxjerr. Gishtin atje përpara parlament, nuk e di se kam pa live, ka qenë live ajo gishti megjithënë, ëh? Po. A kupton tani nxjerr gishtin mua atje, ç'o ti them unë atje më? Nxjerr ai në pushtet, është rrezikshëm. Ky tjetri thoshte lapaj, do godasin PPP në kështu gjërash, do mbyllin PPP bashkë me atë qorin që janë. Po si do godasosh ti PPP dhe pushtetin ekonomik të këtij vendit ku atje mbahen qindra mijëra shqiptarë që punojnë në për administratat e këtyre të oligarëve që thënë këta nga mjesit deri në darkë. Po si do ta bësh ti këtë gjë më? Po kjo krijon pasiguri më zotëri. Po si ti do të bësh luftë bandave pa marrë pushtetin më? Ti jepi ministrit kësaj të rendit publik, jepi vullnet politik që ai të luftoj bandat, po nuk prapa ai të luftos ka çfarë të bëj. Vetëm marr kallashën ai me i gjumë bandën nga mrapa. Jepi vullnet, përcjellë vullnetit e policia dhe policia ti të bëjë punën e vet. Si do të shpallësh organizata terroriste ti akoma po fut në pushtet. Pra program duke bërë sulm nuk të voton asnjëri më vëlla. Po nuk të voton. E ke hajdut atë, mos bë marrëveshje, mos çohole Oert Bylykbashi nga mjes deri në darkë. Të bëj marrëveshje me Edi Ramën, me Damian Gjiknurin në tërmetin e radhës. Damiani e bëri tërmet edhe në jug, ë? Ai e bëri lumë që e bëri.
Tërmet e ka bërë Oret Bylykbashin PD. Tërmet. Pra, surprizat që thamë ishte surprizat sipas interesit. Surpriza ka dhe pozitive, që është Damiani e të tjera. Surpriza ka edhe negative, që është Oerti, Ivi Kaso, se do them një gjë të cilën nuk e kam da me ju. Kam qenë në një takim edhe më është dukur pak shumë e shumtuar kjo gjë, po dua ta them në mënyrë pak që mos të kuptohet që se s'dua të dëmtojnë. Ja, shumë detaje për ta identifikuar. I them njërit, ore ju, o jeni budallë, o jeni naiv, o e bëni me qëllim. Në rast se jeni budallë, edhe jeni naiv, edhe jeni të paft, Allah ta keni. Po në rast se e bëni me qëllim, do të thotë që ju merrni lek. Se nuk mundesh të çosh një individ si Oert Bylykbashi të negocioj përballë tërmetit të rallës. Po nuk ndodh kjo gjë. O ju kënaqeni se keni një qëllim për të plotësuar, sepse të qenurit kaq shumë naiv, kaq shumë budallë dhe kaq shumë të paaft, një ditë edhe ai që është i paaft korrigjohet. Si themi, pjekuria profesionale nuk të bën ty për shembull që të kesh marrë me 10, ti mund të jesh një UFO, mos ta dish se a kisha bërë fare. Ti të merresh 10 nga mjes dhe ndark dhe u shkosh në praktikë aty të thosh, ti mund të marrësh patentën brenda ditës me sukses pa korrupsion dhe kur të marrësh makinën, fillosh të marrësh 100 makina dhe njerëz përpara. Ka diferencë njëra me tjetrën. Dhe i them personave, orës do 3. Kjo gjë do të thotë, o ju jeni të paaft, o ju e bëni me qëllim. Nuk ka mundësi. Po janë faktorë të tjerë në mes. A pra, e bëni me qëllim. Ma thuaj edhe mua të kuptoj. Avokat, për ta mbyllur, ka shansi që Rama mund të shkojë te modeli Nanos, të vendosë një kryeministër tjetër, thjesht edhe përkohësisht për ta ulur çik, për të marrë me gjëra të tjera. Thua, skenari bukur, nuk kishte shumë mendje kjo. Po, se besoj. Jo, Rama nuk besoj të uli veten e vet kaq shumë. Jo, ai e heq edhe vet në çdo moment. Jo, as bëhet fjalë. Rama i ka studiu shqiptarin. E di mirë shqiptarin Rama. Nuk bëhet. Avokat, faleminderit shumë, po. Rama nuk lëshon karriken në asnjë moment. Po jo, ti është edhe për pushim për një vit, ndoshta për të marrë me gjëra tjera. As bëhet fjalë, Rama nuk mund ta bëjë këtë lëshim, sepse do të zhgënjej socialistët e flakët që ka rreth vetes dhe ai duhet pastroj partinë nga njerëzit e Erion Velis. Ai mund të pastroj edhe me duart e tjerëve, plus që ai e ka komoditetin që të luaj, sepse numrat i ka, mund të heq, mund të vë. Me duart e tjerëve, po pse gjithë kësaj kohë me duart e spakut ka pastruar partinë ai, çfarë më thonë duart e tjerëve? Përgjegjësia është individuale, nuk ka formë kolektive përgjegjësisë në Partinë Komuniste, Partinë e Punës, Partinë Popullore Socialiste dhe sot Partinë Socialiste. Me duart e tjetrit pastron Rama partinë. Çfarë mendoni ju? Pse ti ma bëri kaq shumë europian në Ramën? Akoma nuk shkuam në Europë dhe ma bërë të Ramën europian. Prandaj, zoti Rama do të pastrojë Partinë Socialiste dhe ka punë për të pastruar Partinë Socialiste dhe zoti Rama nuk mund të jetë një kryetar partie. Zoti Rama është më shumë se kryetar partie. Dhe zoti Rama do të shënojë historinë e vet brenda Shqipërisë. Mandati 4 ka shënuar histori, por unë jap një këshill tek të gjithë, pavarësisht pushtetit për krajës, njerëzve, miqve që njeh dikush, pushtetit ekonomik që mund të kesh, miliarde që mund të kesh, në jetë duhet të mendosh ku e nise, si e vazhdon, në çfarë maturie e vazhdon, mos typi vetja në qef në mënyrë, mos themi emra tani se ngel atre dhe s'diet këtë themi të parë të fundit. Dhe puna është kur do të dalësh nga aty
si do dalësh. Se po dole natën, dihet që s'ka të nesmen. Po ike me kokë lartë, dihet që ka marrëveshje. Dhe ai që do të zëvendësoj, ose ai që do marrë karriken, do të mbroj dhe nuk do të shes. Pra, unë nuk mendoj gjën pozitive të 80 mandate, t'japem edhe 140 mandate. Puna është që rrugtimi është që duhet të jetë deri në destinacion mirë për atë. Se e di si ndodh tek jeta jonë politike, është kështu. Është se ai balon fryë, pastaj fillon edhe shpërthen. Kur shpërthen, nuk dihet destinacioni, por për atë duhet të dihet destinacioni. Destinacioni është i kontrolluar që iki në një moment kur dua unë, por puna është pasojat do të vinë kur i dua unë, apo do të jenë pasojat të cilët unë nuk dua të më vinë kur, por do t'i marr për vete sepse nuk kam bërë rrugën e dur, sepse kam qenë mendje madh. Nuk e di, do ta shikojmë. Megjithatë, duke nisur nga pasditja e sotme, skenaret janë të hapur dhe Rama i ka mundësitë edhe komoditetin për të luajtur dhe për të bërë çdo gjë, pasi numrat i ka. Shiko, unë do mbështes Edi Ramën. Për këtë po e them për gjithë popullin. Për të gjithë, për këta që votuam dhe për ata që nuk votuam. Në kodin penal që do të sjellë në parlament, Për heqjen e shpëtorimit të tij. Oksigjeni do të jetë vepër penale. Do të normohet me ligj. Edhe shkelja e oksigjenit që marrim, ajrin, do të jetë vepër penale. Uroj populli jon ta kuptoj. Në rast se nuk kupton, besoj që të reflektoj dhe të thotë që fatura vjen të gjithë. Edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë bashkërisht do ta paguajmë faturën. Fatura do na vi secilit veç e veç, por në mënyrë kolektive, sepse përgjegjësia kur vjen fatura te kolektivi, është kolektive dhe individi nuk ka përgjegjësi individuale. Do vi fatura. Këtu do jemi. Deri atëherë avokaton të falenderoj shumë. Jo deri atëherë, edhe unë të falenderoj shumë, do jetë e afërt, por deri atëherë të kemi shëndet. Bashkoj me urimin tuaj. Përshëndetje. Bashkë me popullin që ka votuar në këtë zgjedhje, bashkë edhe me atë popull që s'ka votuar në këtë zgjedhje. Faleminderit shumë avokat. Faleminderit dhe ju.